Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdëlimtar i madh. Elif Lam Ra. Ky është libri, ajetet e të cilët janë radhitur mrekullueshëm dhe janë shpjeguar nga ana e gjithdijshmit dhe plotdijshmit. Adhuroni vetëm Perëndin, unë jam për ju nga Ai, paralajmërues dhe sjarriques. Dhe kërkoni falje nga Zoti juaj e kthehuni tek Ai. Ai do t'ju jap të shijoni kënaqësitë e bukura deri në afatin e caktuar dhe do t'i jap çdo të miri shpërblimin e merituar. Nëse shmangeni, unë i druaj dënimit që do t'ju gjejnë në ditën e madhe. Te Perëndia do të ktheheni, e Ai është i plotfuqishëm për çdo gjë. Me të vërtetë, ata mbulojnë krahërojën e tyre që të fshihen nga Ai. Por edhe kur të mbulohen në petkat e tyre, Ai di se çka fshin ata dhe çka shfaqin. Ai, me të vërtetë, është i gjithdijshëm se çka në zemrat e çdo kujt. S'ka asnjë gjallësë në tokë që Perëndia të mos ia ketë caktuar furnizimin dhe ai di vendbanimin e tij dhe vendin e vdekjes. Të gjitha këto janë të shënuara në librin e qartë. Ai është që ka krijuar qiellin dhe tokën për 6 ditë periudha të caktuara kohore, e arshi pushteti i tij është mbi ujin për t'ju provuar kush është më i mirë në vepër. Nëse ti thua, ju do të ringjalleni pas vdekjes, mohuesit me siguri do të thonin, kjo nuk është asgjë tjetër përpos magji e kulluar. Nëse ne u ashtyjm dënimin atyre për një kohë të shkurtër, ata me siguri do të thoshin, kush po e pengon? Atë ditë që t'ju rje dënimi, nuk do të zë mbrapstë nga ata dhe do t'i përfshijë ajo që e përqeshnin ata. Kur na japim njeriut mirësinë tonë, a pastaj ia zhvëshimat prej tij, ai atëherë bëhet shpresë e humbur dhe mohues. E kur pas fatkeqësisë që e ka goditur atë, na t'i japim atij dhunti, ai me siguri do të thotë, mëkatet e mia janë larguar nga unë. Me të vërtetë, ai është njeri tepër i gëzueshëm dhe mend i madh. E vetëm për ata që durojnë dhe kanë punuar veprat e mira, për ta ka falje dhe shpërblim të madh. Mund të ndodhë që ti të lësh mos të tregosh në çdo vend diçka nga ato që të janë shpallur ty dhe thonë, sikur aty ti ju kishte dërguar ndonjë thesar, ose të kishte ardhur një engjël me te. Ti je vetëm paralajmërues, e Perëndia është mbikëqyrës për çdo gjë. Apo do të thonë ata, e ka trilluar atë Kur'anin ai. Thuaj o Muhamedi, sillni 10 sure të ngjashme të trilluara dhe thjeni këtë mundeni përpos Perëndisë, nëse thuani të vërtetën. Nëse nuk ju përgjigjen ftesës juve, dijeni se ai Kurani ka zbritur me dijen e Perëndisë dhe s'ka zot tjetër përveç tij. Andaj, a jeni ju musliman? Me që i patë këto argumente, ata që e duan vetëm jetën e kësaj bote dhe bukuritë e saj, na do t'ua plotësojmë krejtësisht punët e tyre në të botë dhe atyre në të këtë botë nuk do të mungohet asgjë. Këta janë ata që në botën tjetër nuk do të kenë kurgjë përveç zjarrit. Do t'u shëmbet çdo gjë që kanë punuar në të këtë botë dhe do t'u humbet ajo që kanë punuar. A mos vallë, ata që duan vetëm jetën e kësaj bote, janë të barabartë me ata që mbështeten në dokumentet e qarta të Zotit e tyre, këtë pason dëshmitarin nga Perëndia Kurani dhe qysh para tij Kurani Gjibri Musait, i cili ka qenë udhërfyes dhe mëshirë nga Perëndia. Këta që mbështeten në këto dokumente besojnë Kuranin, cili do nga grupet që jamojnë atë, vendi premtuar i tij është zjarri. Andaj, ti kursesi mos dyshon me të se ai pa dyshim është e vërteta prej Zotit tënd, por shumica e njerëzve nuk besojnë. Kush është zullumçar më i madh se ai që trillon gënjeshtra për Perëndin? Këta do të sillen para Zotit të tyre, e dëshmitarët do të thonë, këta janë ata që kanë gënjur për Zotin e tyre. Mallkimi i Perëndisë qoftë mbi zullumçarët, të cilët pengojnë të tjerët nga rruga e Perëndisë dhe përpiqen ta shtrembërojnë atë, e ata nuk besojnë as në botën tjetër. Të tillët nuk do të mund të ikin Perëndisë nga dënimi në tokë, e këta që kanë ndonjë mbrojtës përveç Perëndisë. Atyre të të shumë fishohet dënimi, me që nuk dëshironin as të dëgjojnë, as të shinin. Këta janë ata që e kanë dëmtuar vetë veten dhe u zhduken nga këta ato që i trillonin. Këta, me të vërtetë, do të jenë krejtësisht të humbur në botën tjetër. Me të vërtetë, ata që besojnë dhe punojnë vepra të mira dhe përuren te Zoti i tyre, këta janë banorë të xhenetit, në të cilën do të qëndrojnë për herë. Shembulli i këtyre dy grupeve është si verbëri dhe i shurëri në njërin anë dhe ai që sheh dhe dëgjon në anën tjetër. A janë të njëjtë këta kur të krahasohen? A nuk po këshilluani? Prej çuditse. Dhe na, me të vërtetë, ja dërguam në popullet e tij u tha, unë jam për ju paralajmërues i hapët. Adhuroni vetëm Perëndin. Unë për ju i druaj dënimit të një ditës së dëmshme. Paria e popullit e tij, ata që nuk kanë besuar, thanë, na shohim se ti je vetëm njeri si na, dhe shohim që ti të shkojnë pas, vetëm ata me të uletit nga ne, pa menduar fare dhe se nuk shohim se ju keni diçka më të mirë se ne. Jo, por na ju konsiderojmë për gënjeshtar. Ai nuk u tha, o populli im, ç'mendoni ju, nëse unë i përmbahem dokumentit të qartë të Zotit tim, madje ai më ka dhënë nga vetja mëshirë, e ju jeni të verbër për të, a mund t'ju imponojmë juve atë, kur ju nuk e dëshironi? O populli im, unë për këtë nuk kërkoj nga ju kurfar pasurje. Mua më shpërblen vetëm Perëndia.
Unë nuk mund t'i deboj ata që besojnë. Ata do të takohen me Zotin e tyre. Mirë po, unë shoh se ju, me të vërtetë, jeni popull që nuk di. Po populli im kush do të më mbrojë mua nga Perëndia, nëse unë ata besimtarët i deboj. A nuk doni të këshilluani? Unë juve nuk dua t'ju them, unë kam thesarin e Perëndisë, as që ditë e padushmet, as që do të them se unë jam engjëll, as që do t'u them atyre, të cilët sytë tuaj i poshtërojnë, se Perëndia nuk do t'u jap kurrë të mire. Perëndia di më mirë se çka në shpirtërat e tyre. Sikur unë të veproja ashtu, atëherë do të isha, me të vërtetë, njëri nga zullumçarët. Ata thanë, o Nuh, ti bëre polemike me ne dhe madje u zgjerove në polemikën tonë. Si na të jatë prem të ndënim nëse thua të vërtetën. Tha Nuh, vetë Perëndia do t'u sjell atë nëse dëshiron, e ju ati nuk mund t'i iki. Këshilla ime nuk do t'ju bëj dobi, edhe sikur të doja t'ju këshilloj, nëse Perëndia do t'ju shkatëroj. Ai është Zoti juaj dhe ju tek ai do të ktheheni. Ose ata thonë, ai Muhamedi e ka trilluar Kur'anin. Thuaj, nëse unë e kam trilluar, mëkati im bie mbi mua, e unë jam larg nga mëkatet që bëni ju. Dhe Nuti që e shpallur, nga populli i askush nuk do të besoj, përpos atyre që kanë pranuar fen, andaj mos u pikëllo për atë që punojnë ata. Dhe ndërto anijen në mbikëqyrje dhe udhëzimin ton, dhe mos mu drejto më për ata që janë zullumçar. Ata me siguri do të fundosen, dhe ndërtonte anijen. Dhe sa herë që kalonin pranë tij paria e popullit të tij, e përqeshnin atë. Nuhi tha, nëse ju talleni me ne, edhe na do të tallemi me ju, ashtu si talleni ju. Dhe se shpejti, me siguri, do të dini, kë do ta gjej dënimi poshtërues dhe në kë do të bie dënimi i përhershëm. Dhe, kur arriti urdhri ynë, e uji në gëra sipërfaqja e tokës nisi të kufoj. Ne tham, ngarkon anijen nga çdo lloj gjallëse nga një palë një mashkull dhe një femër dhe familjen tënde, përveç atyre që ka qenë fjala e dënimit për ta dhe besimtarët. E pak ka pasur të atill, që kanë besuar me të. Nuh tha, hypni në të. Me emrin e Perëndisë ajo lundron dhe ndalet. Me të vërtetë, Zoti im është falës dhe mëshirues. Dhe ajo lundronte me ta në përvalet e mëdha të larta sa malet, ndërsa Nuh thëriste birin e vet, i cili ishte tërhequr anash, o biri im, hyp me ne mos u bën me mohusit. I biri tha, unë do të strehon në bjeshken, e cila do të më ruaj nga uji, e Nuh tha, sot askush nuk do të kursehet nga dënimi i Perëndisë, përveç atë që e mëshiron ai. Një valë në mes tyre i ndau dhe ai biri u fundos. Dhe është thënë, o tokë, këtit ujin tënd, dhe ti o qiell, daloje shihem. Dhe uji u të roqe u plotësua urdhri i Perëndisë, e anija u nda në malin Gjudi, dhe është thënë, le të jetë larg populli zullumçar. E Nuhi u lut Zotit e tij dhe tha, o Zoti im, me të vërtetë, biri im është nga familja ime dhe premtimi yt është i vërtetë, e ti je gjykatësi më i drejtë. Perëndia tha, o Nuh, ai nuk është nga familja jote, ai ka bërë punë të keqe që nuk ka ardhur me ty. Mos më pyet për atë që nuk e di ti. Unë të këshilloj që të mos bëhesh nga ata që nuk din. Nuh tha, o Zoti im, unë mbështetem te ti për të ruajtur nga pyetjet që nuk i di, e nëse ti nuk më fal dhe nuk më mëshiron, do të jem nga të humburit. Është thënë, o Nuh, zbrit me përshëndetjen tonë dhe dhëntit tona për ty dhe pasardhësit e atyre që gjenden me ty. Disa popujve, na do t'u japim kënaqësinë në këtë botë, e që pastaj do t'i godit nga ne dënimi i dëmshëm. Këto janë lajme të ngjarjeve të padukshme që ne t'i shpallin ty. Nuk i ke ditur as ti, as populli yt para kësaj shpalljes së Kuranit. Andaj duro. Se, me të vërtetë, në fund, fitoria është e besimtarëve. I ja dërgua Madit, vëllainit i Hudin. Ai tha, o populli im, adhuroni Perëndin. Ju nuk jeni zot tjetër përveç tij, ju jeni vetëm trillues nëse adhuroni tjetër kënd. O populli im, unë nuk kërkoj nga ju shpërblim për këtë. Mua më shpërblen vetëm ai që më ka krijuar. A nuk po mendoni? Pe çuditse. O populli im, kërkoni falje nga Zoti juaj dhe kthehuni tek ai, e ai do t'ju sjellë shi të begatshëm dhe do t'ju shtoj fuqinë mbi fuqinë tuaj, dhe mos u shmangeni si mëkatar. Ata thanë, ot, ti nuk na ke sjell kurfar argumenti dhe për fjalët tuaja, ne nuk do t'i braktisim zotrat tonë, as nuk të besojmë në aty. Na pojmë se vetëm ty të ka qelluar ndonjë e keqe nga zotrat tonë, ai tha, unë e dëshmoj Perëndin, e dëshmoni edhe ju, se unë jam larg nga ato që ju i bëni shok Perëndisë. Keqi dur nga të bëmi shok për posti. Të gjithë ju bëni dredhi kundër meje dhe mos më jepni afat as pak. Unë mbështetem te Perëndia, Zoti im dhe Zoti juaj. S'ka asnjë gjallësë që të mos jetë nën pushtetin e tij. Me të vërtetë, Zoti im është në rrugë të drejtë. Nëse ju shmanjeni, thuaj, unë ju kam treguar për atë që jam dërguar te ju. E Zoti im në vend tuaj do të sjellë një popull tjetër, kurse ju nuk mund t'i bëni kurfar dëm me atij. Me të vërtetë, Zoti im është ruajtës mbi çdo gjë. Kur erdhi urdhri i dënimi, na, me mëshirën tonë e shpëtuam Hudin bashkë me besimtarët e tij. I shpëtuam ata nga dënimi i rënd. Ky ishte populli i Adit.
I mohuan argumentet e Zotit të tyre dhe ishin të padëgjueshëm ndaj pejgamberëve të tij dhe shkonin pas urdhërit të çdo zullumçari, kokfor. Ata i ndoqin markimin e këtë jetë dhe do t'i ndjekë edhe në ditën e Kiametit. Me të vërtet, Adi mohuan Zotin e tyre, që pra le të jetë larg nga shpëtimi i Adi, populli i Hudit. I ja dërguan Thamudit vëllaun e tyre Salihun. O populli im, ai adhuroni vetëm Perëndin. Ju s'keni zot tjetër përveç atij. Ai ju krijoi nga toka dheu dhe ju dha të jetoni në të. Andaj, kërkoni falje nga ai dhe kthehuni tek ai. Me të vërtetë, Zoti im është afër dhe ai u përgjigjet lutjeve. Ata thanë, o Salih, ti ke qenë shpresa jon para kësaj fjale. A mos vallë, ti don të na ndalosh të adhurojmë atë që e kanë adhuruar prindërit tanë. Me të vërtetë, na jemi në dilemë që na bën të dyshojmë me thirrjen tënde. Tha Salihu, o populli im, ç'mendoni ju nëse unë jam mbështetur në dokumentin e qartë të Zotit tim e ai më ka dhënë nga vetja mëshirë, profeti, kush do të më mbrojë nga dënimi i Perëndis nëse kundërshtoj atë. Ju me këtë mua vetëm do të më shtoni të humbjen. O populli im, kjo është devja e Perëndis, mrekulli për ju, e lëni të kullos në tokën e Perëndis dhe mos i bëni ndonjë të keqe asaj, se ju godet ndëshkimi i afërt. Por ata e pren therrën e ai Salihu tha, jetoni ju në shtëpitë tuaja vetëm edhe 3 ditë. Ky është premtimi i dënimit të vërtetë. Kur erdhi urdhri i dënimi, na e shpëtua Salihun bashkë me besimtarët e tij, me mëshirën tonë dhe i shpëtuam ata nga poshtërimi i asaj dite. Me të vërtetë, Zoti yt është i fortë dhe i plotfuqishëm. E ata që bën zullum i kaploi zëri i tmerrshëm, të cilët në tokën e tyre u gëdhin të vdekur të palëvizshëm. Thuaj se nuk kanë ekzistuar kur në të. Me të vërtetë, Thamudi mohuan Zotin e tyre, që pra le të jetë larg nga mëshira e Zotit Thamudi. Të dërguarit tonë ngjit i sollën Ibrahimit si arriç dhe i thanë selam. Ai u përgjigj selam. Dhe me të shpejt u sollej atyre një viç të pjekur. Kur pa Ibrahimi se duart e tyre nuk po e përkasin atë viçin, nuk u pëlqeu ky ngurim i tyre ndaj ushqimit dhe ndjeu frikë nga ata. Engjëjt thanë, mos u friko, na jemi dërguar te populli i Lutit. Gruaja e tij e Ibrahimit rrinte aty dhe qeshi, dhe na i gëzuam atë me Isakun, e pos Isakut me Jakubin. Tha gruaja e Ibrahimit, e mira unë. A mos vallë, kështu plak të lind unë, edhe ky burri im është plak. Me të vërtetë, kjo është diçka e jashtëzakonshme. Ata e ngjit, thanë, a mos vallë, ti po çuditesh me urdhrin e Perëndis? Mëshira e Perëndis dhe bekmi i tij qoftë mbi ju, familjen e pejgamberit. Me të vërtetë, ai Perëndia është i ladhëruar dhe bamirës përse tepërmi. Pasi që i kaloi frika Ibrahimit dhe erdhi lajmi i gëzuar, nisi të diskutojë me të dërguarit ton për popullin e Lutit. Ibrahimi me të vërtetë ishte i butë, i dhëmshëm dhe i kthyeshëm ka Perëndia. O Ibrahimi, çmangu prej kësaj. Me të vërtetë erdhi urdhëri nga Zoti yt dhe me të vërtetë ata do t'i gjejë dënimi pa vitueshëm. Kur i erdhën të dërguarit engjëjt tan Lutit, ardha e tyre e hidhëroi dhe për shkak të tyre ndjeu një shtrëngim në shpirtin e tij dhe tha: "Kjo është ditë e rëndë." Dhe erdhi populli i tij duke nxituar karaj, e që më parë patën punuar vepra të keqia. Luti tha: "O populli im, këto janë bijat e ja. Ato për ju janë më të pastra, e druajuni Perëndis dhe mos më turpëroni para mysafirëve të mia, nuk ka në mes jush njeri të ndeshëm." Ata thanë: "Ti e di se neve nuk na nevojitën bijat tua. Me të vërtetë, ti e di se ç'duam ne." Ai tha: "Sikur unë të kisha fuqi që t'ju dëboj ose të mbështetesha në ndonjë fuqi të madhe, do t'i mbroja mysafirët e mi." Thanë mysafirët: "O Lut, na jemi të dërguarit e Zotit tënd. Ata nuk mund të bëjnë ty asgjë, e pra, udhëto ti me familjen tënde në orët e vona të natës dhe askush prej jush mos të keqyr prapa, familja do të shpëtoj përpos gruas tënde. Atë, me të vërtetë, do ta godas ajo që do t'i gjejë edhe ata. Afati i tyre është largimi i ditës." Vallë, a nuk është afër largimi i ditës? Dhe kur erdhi urdhri, na rrotuan çdo gjë, ato që ishin lart i përmbysën poshtë dhe në ta lishuan tulla e gur që binin vazhdimisht si shiu. E shënuar për dënim nga Zoti yt. Dhe ai dënimi nuk është larg nga zullumçarët. I ja dërgua Midjenit vëllaun e tyre Shuaibin. Ai tha: "O populli im, adhuroni Perëndin. Ju s'keni tjetër zot përveç tij. Mos paksoni mungoni as gjatë matjes me litër as me kandar. Unë po shoh se ju gjendeni në begatit e mirë dhe druaj se juve do t'ju godas dënimi i një dite që u përfshin të gjithëve. O populli im, plotësoni matjen e litër dhe kandar me të drejtë dhe mos u acungoni njerëzve gjërat e tyre. Dhe mos bëni ngatresa në tokë. Atë që u ka lënë Perëndia dhe që e keni arritur në mënyrë të lejueshme është më e mirë, nëse jeni besimtar, e unë nuk jam luajt si juaj." Ata thanë: "O Shuaib, a mos vallë namaziu të urdhëron që na t'i lëmë ato që i kanë adhuruar të parët tanë ose që të bëjmë me pasurinë tonë çka të duam. Me të vërtetë, sa i butë dhe i drejtë që je ti."
thanë ata në formë ironike. Shuaibi tha, o populli im, ç'mendoni ju nëse unë jam në dokumentin e qartë e Zotit tim dhe ai me ka furnizuar nga vetja me ushqim të mirë. Unë nuk dëshiroj të punoj atë çka bua ndaloj juve. Unë dëshiroj vetëm të përmirësoj atë çka mundem. Suksesi im varet vetëm nga Perëndia. Tek ai mbështetem dhe atij i drejtohem. O populli im, kundërshtimi ndaj meje të mos u shpjekur sesin e mëkat, e që ndodh ajo që i ndodhi popullit të Nuhut, ose popullit të Hudit apo popullit të Salihut, por edhe populli i Lutit nuk është larg prej jush, dhe kërkoni faljen nga Zoti juaj e kthehuni tek ai. Me të vërtetë, Zoti im është mëshirues dhe i dashur. Ata thanë, o Shuaib, na nuk kuptojmë shumë nga ato që na thua ti dhe na të shohim të dobët në mesin tonë. Sikur të mos ishte farefisiit, na të kishim mbytur me gur, ti nuk je i respektuar te ne. Shuaibi tha, o populli im, a mos vallë farefisi im për ju është me i respektuar se Perëndia, të cilën e keni lënë krejtësisht anash. Me të vërtetë, Zoti im ka plan atë që punoni ju. O populli im, bëni sa të mundeni, por edhe unë do të bëj. Ju, me siguri do ta dini se këtë do ta gjej dënimi që do ta poshtëroj dhe kush është gënjeshtar. Prini ju fundin, se edhe unë do të pres me ju. Kur erdhi uri i dënimi, e shpëtuam Shuaibin bashkë me besimtarët e tij, me mëshirën tonë, kurse mohuesi i kaploi zejt me shumë dhe ata në tokën e tyre u gëdhin të vdekur të palëvizshëm. Thuaj se nuk kanë ekzistuar kur në të. Le të jetë larg nga mëshira e Zotit Mediani, ashtu siç ka qenë larg edhe Thamudi. Na e kemi dërguar Musajin me argumentet tona dhe me dokumentet e qarta, dhe Faraoni dhe parisë e tij, por ata shkuan pas urdhërit të Faraonit. Urdhëri i Faraonit nuk ishte i drejtë. Do ta udhëheq ai Faraoni popullin e tij në ditën e Kiametit e do ta sjellë në zjarr. Sa vend i shëmtuar është ai, ku do të sillen ata. Ata do të përcillen me mallkim në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Sa dhuratë e shëmtuar është ajo që do t'u jepet. Dhe janë lajmet për vendbanimet që po t'i tregojmë aty o Muhamedi. Disa prej tyre ende ekzistojnë, e disa janë vrënuar. Na nuk i kemi bërë atyre zullum, por ata vetvetes i kanë bërë zullum. Nuk u ndihmuan atyre rinit, të cilëve ata ju luteshin, pos Perëndis, asgjë, kur erdhi urdhëri dënimi i Zotit tënd. Dhe nuk i ushtruan rinit atyre kur gjë tjetër, përpos humbjen. I tillë është dënimi i Zotit tënd kur ndeshkon vendbanimet, të cilat bënin zullum. Me të vërtetë, dënimi i tij është i dëmshëm dhe i ashpër. Me të vërtetë, në këtë ka këshill për atë që i dron dënimit të ditës së gjykimit. Ajo është dita në të cilën do të tubohen të gjithë njerëzit dhe ajo është dita në të cilën do të jenë prezent të gjithë. Dhe ne e shtyjmë atë vetëm gjë në afatin e caktuar. Atë ditë që do të vijë, mund të flasë njeriu vetëm me lejen e tij. Disa prej tyre do të jenë fatkeqin e disa fatum. Ata që janë fatkeqin do të gjenden në zjarr, në të cilën për ata ka kërram frymënxjerrje me zë, po ashtu edhe rrënkim, në të cilën do të mbeten për herë, derisa të jenë qiejt dhe toka, përveç nëse ndryshe e cakton Zoti yt. Me të vërtetë, Zoti yt punon atë që don pa mundësi kundërshtimi. Kurse fatrumët do të gjenden në xhennet, ku do të qëndrojnë për herë në të, derisa të jenë qiejt dhe toka, përveç nëse ndryshe e cakton Zoti yt. Kjo është dhuratë e pashërpushme. Prandaj, mos u bën dyshues për atë që këta adhurojnë. Ata adhurojnë vetëm atë që kanë adhuruar më parë, të parët e tyre. Dhe ne do t'u aprëtsojmë atyre pjesën e vetë të dënimit, duke mos u apaksuar as pak. Na, me të vërtetë, ja kemi dhënë Musait librin, për të cilën është shkaktuar përçarje mendimesh. Sikur të mos i kish paraprir fjala e Zotit tënd, që do të bëhet dënimi në jetën tjetër, do të gjykoheshin menjëherë. Me të vërtetë, ata për këtë janë në dilemë, e cila i shpjen e dyshim të madh. Me të vërtetë, çdo njerit prej tyre, Zoti do t'i aprëtsojë pagimin për veprat e tyre. Se ai, me të vërtetë, është i njoftuar për atë që punojnë ata. Shkoti ju së drejtë, ashtu siç je i udhëruar, dhe ashtu le të veprojnë edhe besimtarët që janë me ty, e mos i kaloni kufijt, se ai, me të vërtetë, i sheh mirë ato që punoni ju. Dhe mos anoni ka ata që bëjnë zullum, me që do t'u përcëllojë zjarri. Ju nuk keni mbrojtës tjetër përveç Perëndis, dhe nuk do të jeni të ndihmuar. Dhe kryeje namazin në mëngjes dhe mbrëmje dhe me një kohë të natës. Me të vërtetë, veprat e mira i shlyejnë veprat e këqija. Kjo këshill vlen për ata që i pranojnë këshillat, dhe duro. Se Perëndia, me të vërtetë, nuk e humbë shpërblimin e bamirësve. Vallë, a nuk ka pasur njerëz të mençur të popujt para jush, të cilët pengonin nga tresat në tokë? Ka pasur vetëm disa prej tyre që i shpëtuam ne. Ata që bënin zullum, i peshin pas kënaqësive dhe ishin mëkatar. Dhe Zoti yt, kur nuk i ka shkatëruar vendbanimet pa drejtësisht, nëse banorët e tyre kanë jetuar në harmoni dhe drejtësi në mes vete. Sikur të kishte dashur Zoti yt, të gjithë njerëzit do t'i bënte njerëz të një feje. Por ata edhe me te janë në kundërshtim mendimesh, përveç atyre që i ka mëshiruar Zoti yt. Për ata edhe i ka krijuar ai.
dhe u plotësua fjala e Zotit tënd, do ta mbush me të vërtetë xhenemin me gjin dhe njerëz bashkarisht. Na po ti tregojmë ty të gjitha lajmet e pejgamberëve për me ta forcua zemrën. Dhe në këtë suret e ka ardhur ty e vërteta, këshilla dhe të përkujtuarit për besimtarët. Dhe thau ju atyre që nuk besojnë, punoni ju si të mundeni, edhe ne do të punojmë. Dhe prini ju fundin e punës, dhe ne do të presim. Perëndia i di sekretet e qiejve dhe të tokës, dhe çdo gjë kthehet tek Ai. Luqju atij dhe mbështetu tek Ai. Dhe Zoti yt nuk është i pakujdesshëm për atë që punoni ju,